Të nderuar miq, në mbyllje të këtij viti do të bëjmë një bilanc për atë që ka qenë kryefjala drejtësia, e cila ka bërë disa goditje. Një pjesë është interpretuar edhe si tentativa për ndryshuar elitën, por nuk do flasim vetëm për peshqit e mëdhej, por edhe për qytetarët e tjerë si ka qenë ky vit për drejtësi. Do t'i analizojmë më së miri me zotin Tartar Baza, ish kryetari i KLP-s, avokat, njohës mjaft i mirë çështjet e ligjit si nga brenda edhe nga jashtë sistemit. Zoti Baza, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje. A mund ta quajmë këtë vit që po mbyllet i suksesshëm për drejtësi? I suksesshëm për drejtësinë, nuk mund të them i suksesshëm ajo që pritej, sepse mund ishte shumë më tepër i suksesshëm, por duhet kuptuar dhe vështirësitë që ka hasur, sidomos pasaj përket strukturës posaçme, vështirësitë ka hasur në pengesa të caktuara dhe të qëllimshme që kanë bërë për pengimet time të tjerë. Por normalisht drejtësia nuk është vetëm spaku, është e pjesa tjetër e qytetarëve, që dosjet vazhdojnë të jenë stok, llogaritin gati në mos gaboj 200.000 sipas të dhënave zyrtare në të gjitha prokurorit, në gjykatat. Po pra, është vërtet domethënë një situatë shumë e rëndë, sepse bëhet fjalë 200.000 dosje sidomos të bllokuara, sidomos te gjykata e lartë, të cilat duan një numër të theksuar gjyqtarësh për tu ezauruar dhe për të përfunduar shpejt. Mirë po, duhet kemi parasysh reformën në drejtësi. Reforma në drejtësi domethënë pati dhe pasoja, sepse u vettinguan shumë gjyqtar, shumë prokuror dhe këto sollën zvarritje të pafundme, bllokim, stok dosjesh e të tjerë. Pasoja normalisht janë për qytetarët. Dhe për shtetin, por edhe për qytetarët, sepse një numër është një drejtësi e mohuar, siç dihet botërisht kjo shprehje. Ndërsa pasaj përket spakut, unë do të thoshja që spaku ka ecur mirë me zgjedhjet e fundit, me zgjedhjen e zotit Braho mori një dimension të ri, megjithatë kishte filluar që me zotin Tumani, por mori një dimension goxha të ri, goxha dinamik, dhe ndoshta këto ditë të fundit ju e keni parë dhe vetë këto zhvillimet e fundit që ka filluar një agresivitet i plot, goditje të pamëshirshme në thonjza kundër krimeve të organizuara, grupe strukturore kriminale e të tjerë. Mendoni që do të jetë ky mandat i tij më shumë i krimit apo i korrupsionit, apo do ta vendosin amerikanët me kartelet fokusin? Unë mendoj se është në të gjitha dimensionet goditjet. Edhe për pushtetarët, por edhe për krimin organizuar dhe grupet e strukturave kriminale. Kështu që unë mendoj se do të ketë goxha efekt dhe duken, domethënë që në zoti Braho e ka nisur domethënë me goditje të fortë. Dhe për këtë e përgëzoj, sinqerisht e përgëzoj, sepse e njoh personalisht dhe gëzoj respekt edhe për vendosmërinë e tij. Atje, domethënë, ajo strukturë e nderuar duhet të ketë njerëz patriot, ta duan këtë vend. Dhe nëse do këtë vend, profesionistë janë të gjithë, por ta duash këtë vend dhe të kesh guxim. Ju thatë që e nisi mirë Braho, por ajo për mos është firma e fundit e Dumanit, pra mund t'ja quajmë atij apo Brahos? Shko, absolutisht ata janë një ekip që punojnë aty, dhe ai zoti Dumani ka vlerat e tij, domethënë për mendimin tim, domethënë ka shumë vlera, por ka shumë vlera sepse ka një tjetër fytyrë spakut, por zoti Braho vazhdon në atë rrugë dhe është po më i vendosur me sa kuptoj unë për ecurinë, sepse s'është kaq e lehtë, duhet të kuptoni një gjë, dosjet janë të thella që duhet të studiosh, duhet të ecësh, pra këta kanë ecur me hetimet dhe ju keni parë dhe vetë që të 3 prokurorët të cilët shkuan në kuvend, ku kërkuan ato që kërkuan, që dihet botërisht, dhe pra do të tregon një seriozitet absolut të kësaj strukture të posaçme. Dhe unë mendoj se do të ecë goxha mirë. Do të ecë sepse ka shumë optimist në këtë pikë. Ju folët edhe për optimizëm, edhe për vendosshmëri, po tani në raport me ekzekutivin, kjo lufta e hapur tani, si mbyllet, sepse duket sikur ekzekutivi po e shtyn, pra. Sado që ta shtyj, i nderuar, unë them që